Ndan subvencionit e trupi koordinues për bizneset lokale. 16.743.552 prej si 40 dinar është shumë e subvencionit që janë ndarë nga trupi koordinues për bizneset lokale në komunë të Preshevës. Gjatë muajit të kaluar, siç është paralajmëruar nga zyra për zhvillim në komunës së Preshevës, ka vijur konkursi i shpallur nga ana e trupit koordinues për bizneset lokale. Gjatë fazës përgatitore, bizneset e interesuara kanë pas mundësinë që të informojnë rreth detaleve të konkurimit tek zyrja për zhvillim ekonomik, e cila me qëllim të dhënies së informacioneve sa më të detajzuara organizoi për 2 ditë rresht takime të bizneseve me përfaqësues të odës ekonomike. Konkursi i shpallur ishte paraparë për 3 komunat Preshevë, Bojanoz dhe Medveq, nga gjithsej 39 aplikacion nga 3 komuna, këtë vit 19 ishin nga komuna e Preshevës. Shuma paraparë këtë vit për subvencion të bizneseve në komunën e Preshevës ishte 15 milion dinar, por me që komuna e Medveqit nuk arriti që të shfrytëzojë të gjitha fondet e parapara, Preshevës ju ndan edhe 1.743.552 prej 40 dinar, duke quar shumën e përgjithshme të subvencioneve në 16.745.552 prej 40 dinar. Poshtu zotëri Armend Aliu nga zyra për zhvillim ekonomik në Preshevë, për Radio Televizion Ardhi tha se ky subvencion i ndarë nga trupi koordinues nuk është edhe aq i mjaftueshëm për bizneset lokale, ku për fat të keq me kriteret të cilit kanë vënë trupi koordinues në konkurs, bizneset e vogla nuk kanë mund t'i plotësojnë këto kushte dhe nuk kanë qenë përfitues. Trupi koordinues e ka shpallë konkursin ka 1 muaj e ca, edhe nuk qëndron ajo se është shpallë përmes zyrës për zhvillim ekonomik lokal. Trupi koordinues i ka ato departamentet e veta, ka edhe zyrën e vet këtu që funksionon në Preshevë. Zyra për zhvillim ekonomik lokal në komunën e Preshevës ka asistuar në përpilimin e dokumentacionit. Këtu kemi qenë si asistencë për bizneset, edhe jo vetëm ne, por edhe oda ekonomike gjithashtu e Serbisë ka qenë involvuar në këtë proces. Brenda kësaj periudhe sa ka zgjatë konkursi, zyra për zhvillim ka qenë në kontakt rregullt me bizneset lokale që kanë qenë të interesuara të aplikojnë, edhe kemi vu kontakt edhe me odën ekonomike, për 2 rresht përfaqësues të odës ekonomike kanë qenë këtu, edhe kanë dhënë informacione dhe detale bizneseve lokale që kanë qenë të interesuara të aplikojnë rreth procesit të aplikimit. Këtë njëjtën gjë ka bërë edhe zyra për zhvillim ekonomik, edhe këtë vit kemi arritur që kështu në mënyrë drastike të arrisim numrin e aplikacioneve. I kemi pas gjithsej 19 aplikacione që kanë shkuar nga komuna e Preshevës. Buxheti i paraparë për këto subvencione për komunën e Preshevës ka qenë 15 milion dinar, për komunën e Bojanosit ka qenë 17 milion dinar, ndërsa për komunën e Medvegjës ka qenë 8 milion dinar, me që komuna e Medvegjës nuk ka arrit që t'i harxojë gjitha fondet, atëherë për afërsisht 1.700.000 dinar janë shtuar buxhetit përgjithshëm të paraparë për komunën e Preshevës, edhe këtë vit kemi arrit që të kemi një numër të prej fituesve, gjithsej 6 kompani nga komuna e Preshevës kanë fituar. Vlen të përmendet një fakt se subvencioni i paraparë nga ana trupit koordinues fatkeqësisht nuk është në vijë me kërkesat e bizneseve lokale tona. Ky projekt është i dizajnuar që t'i asistojë kompanive më të fuqishme ekonomikisht dhe financiarisht. Nuk është ajo që kërkohet tek ne, nuk është një projekt i cili është i dizajnuar që t'i ndihmojë kompanitë të cilat po ballafaqohen me probleme. Është një projekt i cili është i paraparë që kompanitë të cilat aplikojnë t'i kenë më së paku 2 punëtor, pra me automatizëm kompanitë e vogla janë përjashtuar nga mundësia e aplikimit. Besoj se një koordinim i mirëfillt i zyrave për zhvillim të 3 komunave me trupin koordinues për vitin e ardhshëm do të arrijmë që ta bëjmë një ridizajnim të këtij projekti që t'i japi mundësi edhe kompanive më të vogla që të aplikojnë për mjete financiare. Sa mjaftueshme këto mjete të cilit janë ndarë pra subvencionin për këto firma dhe kur ditë pra si përmendet firma më të mëdha në komunë Preshevë kanë përfituar me diçka ato të vogla kanë mbetur dhe kanë ngelur aty ku kanë qenë. Mjetet normal se nuk janë të mjaftueshme, ju jeni të vetëdijshëm që bizneset lokale në komunën e Preshevës si e tërë popullata ballafaqohen me një varfëri, po përveç varfërisë ballafaqohen edhe me disa pengesa administrative, politike, shoqërore, të cilat po e pengojnë zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nuk kanë mjaftuar këto mjete financiare, janë të vogla, po fatmirësisht këtë vit me që komuna Medvegjës nuk ishte e gatshme që t'i përfitojë gjitha mjetet, arritëm që të sigurojmë edhe një grant më tepër për bizneset lokale, po shpresojmë që
prej vitit tarshëm të kjo mënyrë e subvencionimit tjetë pak më e shpesht nga organet qeveritare. Nga zyra për zhvillim ekonomik, cili tjetë prioriteti juaj për bizneset të vogla këtu në komunë Preshevës, që në ndihmonin nga armë? Po planifikojmë tash komuna Preshevës është duke punuar në planifikimin e buxhetit për vitin 2017, përveç asaj që zyra për zhvillim do të ofrojë asistencë në konkurset që shpallen nga organizatat e tjera, domethënë që edhe kjo po është një lloj ndihmese se duhet ta kemi parasysh që bizneset lokale kanë nevojë për asistencë në përpilimin e dokumentacionit edhe në mbushjen e formulareve ndryshëm. Kjo do të vazhdojë kjo procedurë, por njëkohësisht edhe po lobojmë që buxheti i vitit 2017 të parashef masa konkrete financiare për asistimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Konkretisht se cilët firme kanë përfituar dhe cilit nga 19 cilat kanë aplikuar, duhet të cek edhe një fakt se ka disa kompani cilat kanë rënë në përgatitjen teknike të dokumentacionit, ose u ka munguar në një dokument, ose dokumenti që është kërkuar nuk është ditë se ku të nxerrat edhe ku të merret. Kjo ka ndodhur për shkak se nuk kanë ardhur te zyra për zhvillim ekonomik lokal për të informuar në detale nga punëtorët e zyrës për zhvillim se cili dokument ku nxirret edhe si nxirret. Gjithsej, domethënë 19 kompani, 6 kanë përfituar, ato janë Nura, Fluidi, Shera, Majkom, Limanicom edhe Keramika. Këto 6 kompani, gjithsej shumën e subvencioneve cilat e kanë fituar është 16.750.000 dinar. Kompanitë të cilat përfituan nga trupi koordinues janë kompania Nura në Preshev me 2.950.000 dinar, Fluidi Zhunic Preshev me 3 milion dinar, Shera Beton Raiz 2.976.372 dinar, Maja.com Abdullah Krashica në Preshev 3 milion dinar, Limani.com Raiz 1.817.180 dinar, Keramika Corrutic Preshev 3 milion dinar. Gjithsej 16.743.552 prej se 40 dinar.